Ju përshëndes të dashur miq këtu nga fshati Hoxhisht. Vim sot këtu për të sjellur urime të bukura për zotin Ilia Temo. Këtu janë bërë bashkë vllai i tij Ligor dhe bashkëshortja Mimoza, të cilët përfitojnë nga rasti që prania e vllait i cili jeton larg Shqipërisë ti mundësojë zhvillimin e kësaj surprize nga ana jonë. Ne po shkojmë ta kryejmë këtë surprizë me mjaft të dashuri, ashtu si jemi porositur. Shkojmë ta surprizojmë. Hiqe kapën bre Kosta, bim bre, edhe ti hiqe kapën. Përshëndetje. Përshëndetje. A prisni miq? Po, miq të mirë. Mirë se ju gjej. Mirë se na erdhe. Me shëndet. Mirë, si kaloni? Të gjithë mirë? Gëzojmë. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Zonjë, ku e keni? Ja, ku është? Brenda. Hajde. Ja, se unë e kam për disa të nerë që vine kjo familje. Pavarësisht se sot jam për ty. Me shëndet, mirë? Me punë, besa? Vërdao, sepse është mëngjes. Ulluni se unë në vi për gjatë. I dim ka. Hajde, ullu. Në ndodhët në vlezër, që vlezër të shkuar. Tani të dy jeni vlezër, po? Të tre vlezër. Apo nuk ta njëja vllajin tjetër, a jeton këtu? Unë jam i madhi. Këtu, i madhi. Ishim i madhi. Sa bukur. Po motra keni? Motrat na kanë vdekur të Nuk keni. Do me thënë tre vajzë. Keni pasur. Keni ndoshta një përmbesa që kanë lënë pas. Po, patit. Zoti Ilia, unë e kam kënaqësi që të vi të sjell urime të bukura me rastin e 77 vjetorit tënd. Dhe kemi sjell një kartolinë të bukur urimi që shpresoj që ta marrësh me vete, sepse janë fjalë zemre. Gjithashtu një buqetë që përfitoj nga rasti të ta japsh në fillim. Një shishe verë që ta pini gëzuar. Pasi ne të largohemi, ju do ta konsumoni, sepse le të themi është mëngjes dhe ju do festoni gjatë ditës. Faleminderit. Gjithashtu kemi një tortë Ilia edhe 100 vite. Shkrua në këtë tartë. Tani të mbetet ty të na thuash se nga kush të vijnë këta urime. Kush mendon se kërkon të surprizoj sot? Nga vllai vogël dhe gruaja e tij. Moza. Si i gjeta apo instinkti i vllajt, dashuria e vllajt? Dashuria e vllajt. Bashkë. Gjithmonë sa herë unë kam zhvilluar surpriza, thoshin e kemi të pamundur që t'ja rikthejmë. Po ja të tre vëllezër ne duam njëri tjetrin. Ti bëjmë, bravo. Le të themi që vëllezërit duhen gjithmonë, po unë kam gjetur një dashuri vëllezërish vërtet shumë të madhe, sepse kam folur me vllain tënd, me Ligorin, edhe me Mimozën që ruajnë dashuri të veçantë. Pastaj dyta janë çik i largët e kështu që ata. Po largësia pastaj. Mu me vëmendje le ta themi. Po, mbas një viti, 2 vjetësh takojmë. Kështu flasim për takuar, për të parë njëri. Për të folur të paktën na mundësojnë telefona le ta themi. Ashtu me telefonat. Gjithashtu mos harroj unë. Ilia, Shën Thanasi dhe Shën e Premte mbajnë në zemërgjërsinë tënde. Faleminderit nga zemra, nga të gjithë besimtarët, po ashtu dhe nga surpriza Maria. Unë doja të falenderoja shpirtërisht për këtë humanizëm që ti bën. Nuk është e pak. Është vërtet. Bravo dhe Zoti të bekoftë kudo që të jetë ti dhe familjen tënde. Faleminderit. Sepse është gjë e veçantë, jo të gjithë e bëjnë. Po. Le ta themi, mundësi mund të kenë shumë, por ti je i përgjithshëm i Perëndisë. Patjetër. Besoj unë. Të falenderojmë pa mas. Edhe unë. Të lot janë lot si. Lot të tilla le të kesh gjithmonë. Janë lot emocioni dhe them se kjo surprizë do të mbahet më gjatë. Sepse është e lloj të veçantë, e feston bashkë me vëllezërit. Pavarësisht se familja jote ndodhet në cilin shtet? Kanada. Në Kanada. Shumë lart le ta them. Shumë lart. Edhe unë erdha për ty dasma që janë. Herë me kaluan të dy të keni një gëzime, sa për gëzime të vijë gjithmonë. Më dëgjoj pak këtë kartolinë urim. Po, faleminderit. Gëzuar 77 vjetorin i dashuri Ilia. Sot festojmë 77 vite të një jete të mbushur me përvojë, sakrificë, dashuri dhe kujtime të çmuara.
edhe pse këtë ditëlindje po e kalon larg familjes tënde të dashur, prania jote mes nesh është një bekim dhe një gëzim i veçantë. Përfitojmë nga ky rast për të surprizuar dhe për të uruar nga zemra, me dëshirën që buzëqeshja të mos të mungoj kurrë. Të urojmë shëndet të plot, jetë të gjatë, paqe në zemër, gëzim në çdo ditë dhe bekime të pafund. Urojmë të kesh shëndet mes njerëzve të tu të dashur dhe dashuria jonë që nuk do të shtenoj kurrë për një vëlla të mrekullueshëm si ti. Me shumë dashuri dhe respekt, vëlla yt Ligor dhe bashkëshortja e tij Mimosa. Urime, jetë dhe shëndet. Unë i them edhe vëllait e falenderoj pa masë, që na përzgjidh gjithmonë, ne? Një përqafim nga unë. Edhe gjithë të mira të keni. Shumë faleminderit. Të donajmë pak me pa, sepse ne do këndojmë, si për syrin e keq, na u bë pak me tortë, s'ka problem. Nuk ka problem. Se torta do konsumoj. Hajde, Mimosa. Ulu. Ulu, ne di që je i emocionuar. Më i kapeli për vendosë të që të qëndrosh të hapë. Ne po ndezim. Hajde këndo, moza. Hajde, moza, na u afro me qenjë. Hajde këndo. Atëre në bashkë me kunatën që vërtet rua respekt dhe konsiderat për familjen tënde. Dhe vëllezëri që pa dyshim janë një dashuri më vete, që nuk u mbet asnjëherë. Një dashuri që është gjithë jetën. Ne po këndojmë të gjithë këngën e ditëlindjes. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për vëllai, shumë urime për ty. Edhe në qinte shëndet. Mendoj një dëshirë të bukur. Dhe na e fri që vitë 77. Për shembull që Të dalë tin. Të dalë tin. Ata të bëhet të arrit, për shembull, shkurt për poet. Tristani. Nipi. Po pse vetëm një nip do martosh? Pastaj të arrit deri me të madhen, S'ka më bukur pastaj. Të shtrosh edhe një atë djalë të pastaj gjyshja për stërgjysh. Djalit i ka tash. Ki statusin e gjyshit dhe i të stërgjyshit. Faleminderit. Shumë Ka të bukur. djalit tash. Atëre Ka ne të djalit. le të themi që ti të gëzosh edhe 100 vite të tjera veç kaq. Okej, Jetë dhe shëndet familjarisht dhe kënaqësi që unë i sjell këto urime të bukura. Faleminderit. Të falenderoj. Riqetit. 100. Një duart tropike për vllajën e do e japi. Gjithë të mira. Familja jote do ta shikoj këtë video, do të shmallet patjetër dhe do emocionohet them unë. Patjetër.